Jetit të grave të Kosovës kam mbledhur në Prishtinë aktiviste, zyrtar, institucional dhe partner ndërkombëtar për të diskutuar progresin dhe sfidat në avancimin e të drejtave të grave. Diskutimet janë përqendruar në çështje të sigurisë, drejtësisë sociale dhe përfaqësimit të grave në proceset vendimmarrëse, në një kohë kur organizatat e shoqërisë civile vazhdojnë të kërkojnë më shumë angazhim institucional. Antarja bordit të Rjetit, Gjylieta Mushkolaj, tha se pavarësisht përparimeve, dhuna ndaj grave mbetet një problem i vazhdueshëm, duke theksuar se aktivizmi i grave ka ndikuar në rritjen e llogaridhënies dhe në ashpërsimin e dënimeve për autorët. Dhuna ndaj grave vazhdon dhe në rastet më ekstreme përfundon në femicid. Muajt e fundit kemi parë dënime më të ashpra dhe maksimale për autorët, një hap përpara që është arritur fal aktivizmit të palodhur tuajin edhe brenda Rjetit. Ky aktivizëm ka qenë vendimtar, e ka thyer heshtjen, ka sfiduar institucionet dhe ka sjellë ndryshime konkrete. Në këtë kuvend mori pjesë edhe ushtruese e detyrës së presidentës dhe kryetarja e kuvendit Albolena Haxhiu, e cila vlerësoi rolin historik dhe aktual të grave në proceset shtetformuese dhe demokratike. Rjeti i grave të Kosovës është një prej shembujve më të qartë të kësaj force. Për dekada me radhë, ju keni qenë zë i qartë për barazin, për mbrojtjen nga dhuna, për pjesëmarrjen e grave në vendimarrje dhe për politika më të drejta. Keni sjellë dije, hulumtime serioze, profesionale dhe përvojën reale të grave të Kosovës në tryezat ku janë marrë vendimet. Keni dëshmuar se demokracia nuk forcohet vetëm nga institucionet, forcohet edhe nga shoqëria që kërkon më shumë prej tyre. Nga ana tjetër, përfaqësuesja nga NDI, Nancy Sonderberg, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet shoqërisë civile dhe institucioneve për përballimin e sfidave globale ndaj barazisë gjinore. Në një kohë kur në shumë vende po shohim reagime kundër barazisë gjinore, dezinformim dhe sulme të targetuara ndaj grave në politikë dhe role publike, puna e RGK-s është edhe më kritike. Duke kombinuar angazhimin në komunitet me hulumtimin dhe analizën e politikave, RGK siguron që zërat e grave jo vetëm të dëgjohen, por edhe të përkthehen në propozime konkrete të politikave. Kuvendi është mbyllur me thirrje për angazhim të shtuar institucional dhe shoqëror, ndërsa punimet kanë vijuar edhe me përzgjedhjen e antarëve të reja të bordit në përpjekje për të forcuar më tej rolin e Rjetit në avancimin e barazisë gjinore në Kosovë.